Rikthehemi për të zhvilluar intervistën e ditës në kuadër të lajmeve, do të flasim edhe në këtë intervistë për politikën ditore, kryesisht për fushatën zgjedhore dhe atë që pritet të ndodhë gjatë periudhës së ardhshme, atëherë edhe kur do të fillojë zyrtarisht fushata zgjedhore. Me mua në studio i ftuar në intervistën e ditës është kreu i Alternativës, Koalicioni Vlen, zoti Zeqirja Ibrahimi. Zoti Ibrahimi, mirë se vini në Alsat. Mirëmbrëma dhe ju faleminderit për ftesën. Do doja një koment të përgjithshëm nga ana juaj fillimisht se si e vlerësoni deri tani se si ka shkuar kjo parafushat të themi, duke qenë se fushata zyrtarisht duhet të fillojë pas 2 ditësh në datën 29, si e vlerëson Vlen këtë parafushat? Po mendoj që ka qenë një mundësi e mirë që qysh para fillimit zyrtar të fushatës, qytetarët dhe votuesit njoftohen me kandidatët dhe mendoj që kjo ka qenë sigur ajo grohja që u shërben sportistëve përpara se të futen lojë. Besoj që tashmë me fillimin e fushatës nga dita e hënë do të kemi një dinamik tjetër të shpalosjes së programeve, të ofertës së kandidatëve dhe pres që të kemi një fushatë korrekte me ofertë të ta konkrete dhe me zgjidhje për nevojat e qytetarëve në pushtetin lokal. Ky ndoshta është vlerësimi im, mirë po kam parë edhe vlerësime të ngjashme në rrjetet sociale se fushata këtë herë ose parafushata është fokusuar shumë në komunën e Çajirit dhe mes 2 kandidatëve të cilët garojnë në komunën e Çajirit, pozit dhe opozit tek bloku politik shqiptar. Përse gjithë kjo retorik dhe gjithë kjo vëmendje ju dha vetëm komunës së Çajirit ose po i jepet më shumë komunës së Çajirit? Në vërtet nuk do duhet të ishte kështu, për shkak se çdo komunë ka peshën e saj dhe vlerën e saj dhe fundja çdo qytetar është i rëndësishëm në këtë qytet, pavarësisht se në cilën komunë jeton. Këtë tipizim të fushatës që po ndodh në Çajir më shumë ka imponuar oponenca jonë për shkak se ata dëshirojnë ta interpretojnë se fushata, se betejë vendimtare kësaj fushate zhvillohet në komunën e Çajirit, duke pretenduar se fitoria ose humbja elektorale në Çajir e nënkupton edhe fitoren ose humbjen eventuale të 2 bloqeve aktuale politike shqiptare. Ne kemi pranuar sfidën e këtij dhe për këtë arsye në Çajir është kandiduar zëvendës kryeministri i parë zoti Izet Mezgjiti, që jam i bindur se do e fitoj këtë garë qysh në raundin e parë dhe kjo do të jetë edhe fitoria e përgjithshme e Vlenit në këtë zgjedhje. A mund të përcaktojë Çajiri edhe legjitimitetin e shqiptarëve në qeveri? Po, pjesërisht po, unë mendoj se në qoftë se vetë oponentët tanë kanë fokusuar betejën e tyre në Çajir dhe në Çajir e kanë edhe të finalen ku duhet të maten me neve, për neve kjo është e mirë se ardhur dhe ne do të shmojmë me 19 tetor se edhe legitimiteti, edhe legaliteti, edhe vullneti i qytetarëve shqiptar është me Vleni. Në fakt, kjo është deklaratë e madhe me saj. Di është hera e parë që Vlen e pranon në një farë mënyrë që rezultatet e Çajirit mund të përcaktojnë legitimitetin edhe të përfaqësimit në qeveri. A do më thënë kjo që mund të shkojmë në zgjedhje të parakoshme hipotetikisht nëse zoti Mezgjiti i humb zgjedhjet në Çajir? Po, megjithëse do të thonë është një përqindje jashtëzakonisht e vogël e mundësisë që zoti Mezgjiti të mos dalë fitues në Çajir, do të kisha lënë që këtë sasi të vogël të kësaj hipoteze ta komentojmë pas zgjedhjeve, për shkak se unë jam i bindur shumë me mbi 95% se rezultati zgjedhor në zgjedhjet e Çajirit është në favor të zotit Izet Mezgjiti. A ka pasur çfarë do komunikimi mes AKI-s dhe Vlenit për ndonjë bashkëpunim ose mbështetje reciproke, qoftë direkte ose indirekte, në zgjedhjet lokale dhe këtu kur e bëj këtë pyetje e kam parasysh në radhë të parë Kërçovën. A ka gjasa që të ketë ndonjë bashkëpunim të këtillë në zgjedhjet lokale me qëllim që të fitojë ndonjë kandidat shqiptar në Kërçovë? Nuk ka pasur asnjë komunikim në nivelin e leadershipit qendror të Vlenit dhe
AKI-s të deri tash nuk është parë as e nevojshme të bëhet kjo. Mund të ketë takime spontane të strukturave politike të subjekteve tona në nivel lokal, por kjo nuk është shfaqur askund si një përpashkunim. Për çështjet e këtilla si puna e komunës së Kërçovës, do e lëm që të shohim pas përfundimit të raundit të parë të zgjedhjeve, atëherë do mund të jemi të hapur për çdo bashkëpunim të mundshëm. Në këtë rast më duhet të theksoj se votat e qytetarëve askush nuk i ka në xhepin e tij dhe unë jam fort i bindur se zoti Fatmir Limani shkon në raundin e dytë dhe ai do e ketë domosdoshmërisht votën shqiptare, pavarësisht se çfarë mund të jetë qëndrimi i AKI-s, kurse unë jam i sigurt se ata do e kenë të vështirë ose të pamundur të mos e përkrajnë atë në raundin e dytë. Nëse zoti Limani shkon në rrethin e dytë, e keni siguruar mbështetjen e VMRO DPMN-s? Po unë mendoj se VMRO DPMN-ja ka gjasa të shkoj vetë në raundin e dytë, për shkak se janë 3 kandidatë shqiptarë dhe 1 maqedonas, dhe unë mendoj që shansat janë që të shkojnë një kandidat i VMRO-s dhe të shkojnë edhe zoti Fatmir Limani. 2 kandidatë të partive në pushtet, sipas jush. Vazhdojnë kritikat e opozitës sa i takon uniformave policore, ato insistojnë se gjithë tenderi përcakton që uniformat të jenë një gjysore dhe konsiderojnë këtë edhe si një dështim tjetër në rrafshin etnik të kësaj qeverie dhe të përfaqësuesve shqiptar në qeveri. Si u përgjigjeni këtyre kritikave? Duhet të shpjegoj fillimisht që ligji për përdorimin e gjuhës është miratuar në vitin 2018 dhe ata gjatë gjithë kësaj kohe nuk e kanë zbatuar ligjin, në qoftë se ka qenë e detyrueshme që të zbatohet edhe në uniformat e policisë, dhe ata është mirë përpara se ta bëjnë akuzën të përgjigjen pse nuk e kanë zbatuar ata ligjin edhe në uniformat e policisë. Në vitin 2023 është sjellë edhe një rregullore që e përcaktonte që të duhet të përdoret shqipja edhe në uniformat e policisë, dhe ata as atë nuk e kanë zbatuar, dhe ato është mirë fillimisht përgjigjen pse nuk e kanë zbatuar, a kanë pasur frikë ose nuk kanë pasur interes që të përdorin shqipjen në uniformat e policisë, kurse në këtë rast dua të shpjegoj se tenderi që është hapur për uniformat është hapur për veshjet e jo për për logon dhe për shkrimet e tjera që të përdoren në për ato uniforma, dhe ajo është krejt çështje tjetër dhe ne kemi një marrëveshje parimore me partnerët të koalicionit tonë qeveritar që ligji të respektohet gjatë vendosjes emërtimeve përkatëse në uniformat e policisë. Do të thonë do jenë në 2 gjuhë. Aty ku na obligon ligji duhet të respektohet. Do të mbetemi edhe te një çështje tjetër me interes etnik. Gjykata kushtetuese ditë më parë pati edhe një përpjekje tjetër, ose kishte në gjykatën kushtetuese edhe një iniciativë tjetër, sa i takon shqyrtimit të vendimit të qeverisë për numrin e këshilltarëve në për komuna. Pse ndodhi kjo, pse e lejoi vlen që të vi deri këtu, dhe a e vlerësoni si dështim në një farë mënyrë të politikave të qeverisë? Në vërtet duhet ta shpjegojmë se numri i këshilltarëve përcaktohet nga numri i banorëve që jetojnë në një komunë të caktuar, se ashtu siç ka rënje në disa komuna shqiptare, ka rënje edhe në disa komuna maqedonase, por ka edhe ngritje dikon, fjala bie në komunën e Studeniçanit është ngritur për një këshilltar plus, kështu që kjo punë nuk është bërë për shkak të uljes së numrit të këshilltarëve shqiptar ose jo shqiptar, por thjesht është e lidhur me numrin e popullatës që jeton, dhe kështu ka ndodhur gjithnjë pas secilit regjistrim popullsisë, ku duhet numri i qytetarëve të reflektojë edhe numrin e këshilltarëve në komunë. Andaj kjo nuk është as dështim as sukses, thjesht është një procedurë ligjore e zakonshme gjatë gjithë të funksionimit të këtij shteti dhe të kodit zgjedhor të listës zgjedhore, cila duhet ta reflektojë numrin e banorëve që jetojnë në komunat
përkatëse. Kështu që nuk ka diçka të veçantë që Vleni ka bërë si dështim ose si sukses, kurse ajo që më duhet në këtë rast ta them është që qytetarët tanë duhet ta shqyrtojnë seriozisht çështjen, sepse kemi aq rënje të madhe të popullatës, fjala bie në Gostivartit kemi rënje për 8 këshilltar dhe dikush duhet mbaj përgjegjësi për këtë egzot të madh që u ka ndodhur shqiptarëve në këto 2 dekadat e fundit. E ne dim se kush ka qenë në pushtet gjatë kësaj kohe, e në vend se ata të flasim për shkaqet e atij egzodi që u ka ndodhur shqiptarëve në Pollok, ata nuk kanë të drejtë të flasin për uljen e numrit të këshilltarëve, që është një procedurë krejt normale sipas kodit zgjedhor. Regjistrimi tregoi se kemi ulje të numrit të popullsisë rezidente, megjithatë kemi diasporën, e cila me këtë vendim konsiderohet sikur qeveria nuk i kushton rëndësi ose nuk e merr diasporën si pjesë të rëndësishme të popullsisë ose si pjesë ku do të bazojë politikat e saj. Po fillimisht po duhet të shpjegoj se këtë shpikje në rezident e bën ata, në fakt nuk kishte asnjë arsye të bënte kjo, po u rrëzua si terminologji për shkak se ata që janë qytetarë të Maqedonisë së Veriut, që kanë shtetësi të Maqedonisë së Veriut, janë gjithë banorë të këtij vendi dhe nuk ka asnjë arsye që ata të kategorizohen në grafe të tilla që pastaj e ka imponuar edhe këtë gjendje të këshilltarëve. Realisht ne do të punojmë që regjistrimi i ardhshëm i popullsisë të bëhet mbi kritere të tilla dhe mos kemi këso stratifikimit të tillë të kategorisë së popullsisë, që të mos jemi as injorues e poshtrues ndaj të diasporës, për të jemi vlerësues për kontributin që ata japin për zhvillimin e vendit tonë. Po apo injorohet diaspora kur merren parasysh politikat të rëndësishme ose projekte, plane të rëndësishme të qeverisë? Po deri tash po mendoj se po, kurse në kohën që vijon jam shumë optimist që Mërgata jonë të do e gjej vendin e merituar edhe në vendimarrje, por edhe në mundësitë e investimeve në për vendbanimet tonë. Zoti Ibrahimi, një pyetje të fundit, a mbeteni në planin që pas zgjedhjeve menjëherë të fillojë formimi i Vlenit si një parti e vetme? Paka shumë e kemi shpjeguar në disa raste të tjera, Vleni edhe ashtu më të funksionon si një subjekt i përbashkët politik, sado që juridikisht ne jemi si koalicion, ka çështje juridike të cilat e imponojnë që ne akoma të vazhdojmë si koalicion, për shkak se imponohet që askush mos jetë antar në të 2 parti politike të njëjtën kohë dhe ne duhet që të shuajmë partitë aktuale që ta themelojmë partinë e re, kurse kjo nuk mund bëhet as lehtë për shkak se ne financohemi nga buxheti i shtetit dhe nuk mund t'i humbim ato financa, por janë edhe çështjet e tjera që na presin për të diskutuar për mënyrën e ndërtimit të atij subjekti të ri, për leadershipin e ri e kështu me radhë. Nëse kemi edhe pak kohë, do doja ta shtoj vetëm edhe një pyetje. Në këtë rast LSDM-ja bëri një propozim rezolut për fillimin e ndryshimeve kushtetuese menjëherë pas zgjedhjeve dhe hapjen e kapitujve deri më 15 shkurt. Sipas jush, a janë reale këto afate nëse kemi një marrëveshje politike mes partive? Ne kuptoj që ajo si parti opozitare ka atë detyrë, në Vleni nuk ka asnjë hezitim që ndryshimet kushtetuese duhet bëhen një orë e më parë, në çastin që janë numrat e mjaftueshëm në kuvend, pavarësisht cilës parti janë, aty votat e Vlenit do jenë në shërbim të agjendës për ndryshimet kushtetuese e për vijimin e bisedimeve për integrim në Bashkimin Evropian. Zoti Ibrahimi, faleminderit shumë, e realizuam kohën e paracaktuar për intervistën e ditës. Faleminderit që ishit me aq sot. Edhe juve shumë.